Rikthehemi në pjesën e dytë live. Beko, se ta ndërpreva fjalën. Po, dhe ne bëm gozha debat tani që kishe reklamat, dhe unë do të them, apo ja tregoj këtë, po ja them publikut që ti më thua mua, më the mua që në rast se ti, do të thënë, ti ke zgjedhur gjithmonë kauzat e gabuara, më the mua. Jo të pa drejta, po të gabuara. Po jo, unë kam zgjedhur sepse ti ke zgjedhur gjithmonë me zemër, me parime, me sepse është ajo jo vetëm ti, edhe unë, jo vetëm ti, po edhe unë. Kur thua për unë, për gjithë kategorinë tonë. Patjetër. Tani, ajo duhet demokratëve, dhe nëse ju bët pyetjen pse nuk ka lart në hierarkinë e Partisë Demokratike të rebeluar, ju më të rebeluar një gjë tot mendimin e vet. Saliani për shkak. Një minutë, koha sot është për të qenë rebeluar në Partisë Demokratike. Ja, ke vetëm Saliani. Poshtë baza është e tillë. Baza është reflektare, është e rebeluar, është e thyer, është e mërzitur dhe ka reakcion ndaj Sali Berishës. Prandaj Sali Berisha do ndryshoj edhe statutin, se e ka kuptuar këtë gjatë kësaj kohe që nga pas zgjedhjeve deri më tani, pa takimet që zhvilluante Saliani, e kuptoi që intelektualët, rinia, zonat urbane, po edhe zonat rurale, sot ta që nuk është për ndryshim statuti, sot ta 26 qëndroj. Ate ka tjetër thot tjetër bën. Po, pa i s'ka nevojë të ndryshoj statutin, se ai se respekton gjë. Ai si e ndryshoj? Si nuk e ndryshoj statuti ishte ai? Nëse, po statuti është statut. Ai është partia. Ai është një dokument tjetër atje. Po pra, është letër ajo. Duhet ndryshohet, për ndryshe ai s'ka si ri. Të drejtën për të referuar statutin e ka vetëm Sali Berisha. Asnjë tjetër nuk e ka të drejtën. Pra, kur Berisha është nevojë, i referohet statutit dhe ta përplas statutin turi. Ama kur Berisha është në hall, statuti nuk vlen fare se statuti është ai dhe ky është karakteristikë e liderëve autokrat. Është e përballshme kjo, nuk është vetëm këtu në Shqipëri. Tani vim tek momenti pse këta zotrin shkuan te Sali Berisha, sepse këta janë dobët dhe këta ja njohin dobësit vetes. Gjysmën e argumentit ose më shumë e dha Rezi kur tha, nxirri pas siglin e partisë dhe provoj të marrin vota. Po ajo vlen për gjithë. Unë vetë kam provuar pas siglin e partisë dhe me Sali Berishën kundër, edhe me deputetët e Sali Berishës brenda koalicionit të Partisë Demokratike, ku në immoralitet të plot, siç e kanë zakon, edhe më thanë kandido në Partinë Republikane në 2013 dhe dolën dhe më sulmuan. Dhe unë i mora 3.000 vota. Në 2013 në Gjirokastër. Sali Berisha dërgoi haber te Flamunoka i tha, thuaj Rolandit kandidojnë nga Partia Republikane, se ishte një fjalë e dhënë që do më kandidonte në listë. Jo se më bënte nder Sali Berisha, ishte baza që kërkonte dhe për 2 ministrat që ishin 2 deputetë të Gjirokastrës nuk kishin kishin mbaruar ajo lidhja empatike midis votuesit dhe të zgjedhurit. Dhe Sali Berisha i tha, thuaj Rolandit kandidojnë nga Partia Republikane. Shkoj ju kandidojnë nga Partia Republikane, i pyeta, do kem gjë ngacmim? Jo, më tha, mua kush të fitoj nga i dyti, se kështu ishte formula Rezi, që ti me hersin më të madh unë dilja. Dhe për një erdhi më sulmoj në Gjirokastër, brenda koalicionit, dhe për 1.000 vota unë dilja deputet, minim të dytin. Do e thënë, por nuk i duhet i dyti ati. Pse? Sepse është ajo që është, nuk e di kush e ka thënë nga këta tani analistët, që pushtetin Shqipëri është negociuar. Pra, është marrë me negocim, nuk është marrë me merit. Do e thënë nga ai që ka ardhur në pushtet dhe ka negociuar pushtetin me atë ka ikur, duke futur këtu faktorin ndërkombëtar. Tani, këta zotrin pse shkuan? Këta zotrin shkuan sepse ky është budallëku, mos e cili është budallëku? Budallëku është ky. Ta dish të vërtetën, ta njofësh të vërtetën dhe në fund të besosh gënjeshtën për të vërtetë. Këtë bëri edhe Gazi dhe Jorida dhe gjithë grupi i tyre. Këta e dinin të vërtetën cila që, e dinin që me Sali Berishën Partia Demokratike nuk vjen në pushtet, dhe po ti pyesësh dhe shumë nga ata që mbështetin Sali Berishën janë atje dhe thonë dim që me Berishën zvim do të në pushtet, dhe kjo është e vërteta, dhe pastaj shkojnë dhe u shesin demokratëve dhe gjithë opinionit publik gënjeshtrën si të vërtet, duke u thënë që ne me Berishën vinë në pushtet. Pra, e kuptoni që immoraliteti këtu është bërë normë, immoraliteti këtu është bërë parim, dhe ne që jemi të moralshmit pastaj, dhe ne që na dhimbset Partia Demokratike, dhe siç e tha dhe në emision, Rolandi vazhdon të besojë ende te Partia Demokratike, u besoj te ndonjë aksident tani, unë nuk besoj se brenda asaj partie mund ndodhi gjë. Unë besoj për shembull një infrakt, besoj një avion që mund të rrëzohet, besoj që Zoti të vër drejtësinë në këtë tokë, se ajo Partia Demokratike, një minutë, ajo Partia Demokratike, këta zuzar politik, një minutë, kanë marrë, ju nuk e dini se unë kam qenë kryetar dege, nuk e dini zuzar? Këta zuzar politik, këta janë zuzar politik, të cilët kanë marrë sakrificat e demokratëve, vuajtjet e tyre, një pjesë e mire kanë paguar dhe me gjak, një pjesë e madhe dhe me vende pune, vetëm pse kanë qëndruar besnik Partisë Demokratike në ditë vështira, se nuk janë vetëm këto ditë të vështira, ka qenë edhe në 87-a, ka qenë edhe më parë në 10-92 kur janë vrarë njerëz, ashtu, dhe këta e morën dhe përvecuan e hodhën në hipotek të familjes tyre gjithë mundit dhe sakrificin e këtyre demokratëve. E di shumë mirë Sali Berisha që s'vjen dot kurrë në pushtet. E di se është non grata dhe duke qenë përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke qenë përballë Britanisë së Madhe dhe përballë Evropës që nuk e pranon
një autokrat si Sali Berisha, që është mbushur me mëkatet e së shkuarës, okej, përballë në ana tjetër ka edhe një bilanc pozitiv. Dhe kjo që thatë ju, dhe shqiptarët e dinë që nuk e votojnë, e di që s'bet kur kryeministër, e ka marrë atë pronë atje, e ka marrë Partinë Demokratike, e ka kthyer në pronë për familje, për të mbrojtur interesat e familjes vet, dhe demokratëve ju shet sikur ju shitet me atë fytyrë aktori, sikur ka dalë atje dhe po përvua. Në njëri mbushen dhe syt me lot, e thua atij që ky tani do shkrihet për ta. Dhe njerëzit në 7 ditë i nxjerr atje të burgosurit, se këta e ka ditë të burgosurit të ndërgjegjes, të burgosurit të shpresës, i nxjerr në ajrim. I nxjerr ky është drejtori i burgut dhe këta i merrin nxjerr në ajrim një herë në javë rreth, do të thënë, tek bulevardi Mall, se atje ka dhe pemë, ka dhe hapësirë dhe i bie rreth Unazës dhe thotë tani prit, tani do përmbysim, OPD-ja o qeveria e ka thënë ai shkarashkruesi i tij, atje që në datën 22 OPD-ja do të mbaroj ose Edi Rama do të rrezohet. Ja, kjo është gënjeshtra më e madhe. Se më takon ta mbroj tash Sali Berisha. Mbroj. Jo, në këtë pikë vallaj me thënë vërtetën. Jo, s'ka gjë, jo, takon ta mbroj për një. Sali Berisha ka një merit jashtëzakonisht madhe politike, që është Sali Berisha ka bërë gjithmonë tokë të djegë rrotull vetes. Sot ti je në kushtet kur përballë Sali Berishas nuk ke një figurë alternative në PD. Nuk ke më. Dhe juridën që ti thoje, nëse ti do të bësh mundësinë zgjedhje. Jo, më jo e them unë, thanë demokratët që e votuan, mora. Po ta marr, pas tokë djegur kur desh marrë në pushtet. Po, se ka pas. Po ta marr. Tokë djegur 2005. Po 2005 s'kandidon për kryetar. Jo, kjo që thot Rezi është shumë e vërtet, jam dakord me Rezi, vazhdoj Rezi se po flasim për momentin që ai kandidon për kryetar parti. Gjithmonë kur ka qenë kandidaturë për kryetar parti, rrugë ka qenë tokë djegur. Dhe ai sot e ka bërë akoma më djegur, se nëse flasim 2005-ën, 2007-ën, kishte personalitete PD-ja që nuk synonin të zinin vëndi Sali Berishës. Si personalitetem, po kishte personalitet. Bamir Topit në 2007-ën të darka e famshme sipër të Nona Mbretëresh shkuan 22 deputet. 22 deputet.